Takimi I shumë pritur mes kryeministrit Kristian Mickoski dhe Arben Taravari do të mbahet të hënën. Këtë e konfirmoi vetë kryeministri. Ende pa u mbajtur takimi, Mickoski e bëri të qartë se bashkëpunimi me BDI-n për të është I papranueshëm. Nëse Taravari dhe BDI tha se mbështesin njëra tjetrën në disa komuna në zgjedhjet lokale, ai si kryeministër nuk do ta pranoj. Prandaj tha se nga Taravari do ta kërkojë që ta qartësoj këtë gjë. Jasno. Në atë takim dua të dëgjoj qëndrim të qartë të cilin do të dëgjojnë edhe mediat, sa është e vërtet se ka marrëveshje mes partisë së tij dhe BDI-s, se së paku në 5 ose 6 komuna, ku ai do të nxjerrë kandidat, BDI nuk do të nxjerrë kandidat, që fillimisht do të thotë poshtërimi vetes së tij si parti politike, dhe e dyta, që qetësisht do ta mbështesë. Kjo për mua si kryetari I qeverisë është e papranueshme. Edhe pse Taravari nuk është më I dëshirueshëm brenda koalicionit Vlengje, e cila u tregua edhe në ngjarjen së shtunës në vendosjen e kurthemelit në autostradën Tetov-Gostivar, ku liderët e koalicionit Vlen as nuk e përshëndetën dhe as nuk qëndruan afër me Taravarin, ky I fundit ende nuk e ka shkëputur veten nga koalicioni. Partia e Taravarit ka vendosur që në zgjedhje lokale të dalë me lista të veçanta, ndërsa për kryetar komunash kanë thënë se do të bashkëpunojnë me të gjitha partitë.